Të nderuar teleshikues, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja u takuam përsëri në emisionin e përjavshëm Besimi krishterë ortodoks. Ne të krishterët ortodoks këtë të diel kemi një event të madh sepse do të mblidhet Këshilli Kleriko-Laik dhe pastaj sinodi dhe me votime do të zgjidhet kryepeshkopi i ri për të përfaqësuar Kishën Ortodokse Autokefale të Shqipërisë. Ky është një event shumë i madh, prandaj edhe ne të krishterë ortodoks lutemi Perëndis që Perëndia të vendosi personin e duhur sipas hirit të tij për të ngritur këtë kryq dhe për të qenë ai përfaqësues i ri i Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë pas forlumturisë së tij kryepeshkop Anastasi, i cili mbas 33 vite përkushtim në krye të Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë u largua për të prerur në paqe bashkë me shenjtorët në prezencën e Zotit. Por sot do të flasim për priftërinë, misterin e priftërisë në Kishën tonë ortodokse, me që lidhet edhe me këtë ngjarje të madhe që ne këtë të diel presim të gjithë së bashku. E para, misteri i priftërisë në Kishën ortodokse është i themeluar nga vetë Zoti. Zoti ynë Jezu Krisht, kryeprifti i madh, nuk qëndroi përgjithmonë në tokë, por kur mbaroi punën që Perëndia atë ja caktoi, u ngjit në qiell dhe u në djatën e Atit dhe andej nga ku kishte zbritur, na thuhet tek ungjilli sipas Markut. Që vepra e tij shpëtimtare të vazhdonte përsëri në tokë, ai me autoritetin hyjnor zgjodhi dhe la nga pas njerëz të përshtatshëm për të vazhduar veprën e tij të kryejnë darkën mistike, që është, si them, përsëritja e pagjashme e flijimit të tij në Golgotha, të zgjidhin dhe të lidhin mëkatet e njerëzve, të pagëzojnë dhe të katekizojnë njerëzit. Njerëzit e parë që i thiri Krishti për këtë shërbes priftërore ishin 12 apostujt, 70 dishepujt. Të gjitha këto i kemi në shkrimin e shenjtë si tek ungjillit, por dhe tek veprat e apostujve. Apostujt dhe dishepujt u larguan edhe ata nga kjo botë e përkohshme dhe shkuan në jetën e përjetshme tek Zoti, por detyra e tyre priftërore sipas vënies së duarve të tyre me vazhdimsi apostolike i lanë tek pasuesit e tyre, që ne ortodoksit quajmë klerikët në Kishën tonë ortodokse, të cilët janë në 3 grada klerikale: peshkop, prift dhe diakon. Dhe përsëri këto 3 grada klerikale ne i kemi në shkrimin e shenjtë, sidomos tek libri i veprave të apostujve. Apostujt e lanë drejtimin e kishës në këta klerik, siç na thuhet edhe tek libri i veprave të apostujve, ku apostulli Pavli thotë: "Tregoni kujdes pra për veten tuaj dhe për gjithë tufën, në mes të cilës fryma e shenjtë ju ka vënë si kujdestar ose mbikëqyrës ose episkop, që të kullotni kishën e Perëndisë, të cilën ai e ka fituar me gjakun e tij." Meqense kisha është edhe e dukshme, pra flasim për kishën militante, ai ka nevojë për organe të dukshme tek e cila, si tha më sipër, vetë Zoti Krisht ngarkoi qeverisjen e saj. Por ne ortodoksët e mbështesim, si them, shërbesën klerikale, e mbështesim në dhjatën e vjetër. Pra nuk është diçka që erdhi vetëm në dhjatën e re. Në librin e Eksodit, kapitulli 19 vargu 6 dhe kapitulli 23 vargu 22, përmendet shpreha priftëri mbretërore dhe e ka fjalën për popullin e zgjidhur të Izraelit. Por nuk do të flasim për gjithë popullin i cili ka shërbes priftërore, por neve të krishterë ortodoks besojmë se përveç se i gjithë populli është thirrur në një priftëri mbretërore për t'i shërbyer Zotit, pra ndryshe nga popujt e tjerë që ishin pagan, përsëri në dhjatën e vjetër na thuhet që Zoti zgjodhi një fis të veçantë, fisin e Levit, të cilën ai e zgjodhi për të shërbyer në tempull. Dhe kemi pra priftërinë e Aronit, kemi pastaj edhe në dhjatën e re ku Zoti zgjodhi disa njerëz të veçantë që ne i përmendëm më sipër, apostujt dhe dishepujt. Kështu që Zoti Jezu Krisht, kryeprifti i madh sipas rendit të Melkizedekut, që do të thotë se ashtu si Melkizedeku në dhjatën e vjetër ju shfaq Abrahamit dhe e bekoi, dhe Abrahami i dha 1/10 Melkizedekut, Zoti Krisht është
kryeprift sipas rendit Melkizedekut, jo sipas Aronit. Melkizedeku ishte një prift edhe mbret, që nuk i di origjina. Kështu edhe Zoti Jezu Krisht nuk vinte nga fisi i Aronit ose nga Levi, por ishte nga fisi i Judës. Për fisin e Judës nuk bëj fjalë që do të ishte një fis që do merre me shërbesën fetare. Por Zoti Krisht u zgjodh nga Perëndia, flasim për natyrën e tij njerëzore, që ai të bëj kryeprift sipas rendit Melkizedekut, pra që ai nuk kishte thjesht një origjinë njerëzore dhe që priftëria e tij ishte e përjetshme. Dhe Zoti Jezu Krisht, si kryeprift i madh, dorëzoi misterin e falënderimit hyjnor tek nxënësit, tek apostujt dhe jo të gjithë të krishterët. Këtë bëni në përkujtimin tim, dhe më poshtë këtë bëni sa herë të pini për përkujtimin tim. Pra e kemi si tek Ungjilli, por e kemi edhe tek letra e apostullit Pavlit drejtuar Korintasve, i cili përsërit të njëjtën fjalë që tha Krishti. Këto pjesë ungjillore na tregojnë qartë se vetëm apostujt kanë qenë priftërin ose janë deleguar me detyrën e priftërisë që ishte tek Krishti si kryeprift, sipas rendit të Melkizedekut dhe jo sipas Aronit, dhe këtë përsëri na trajton apostulli Pavli në letrën drejtuar Hebrejve. Pra, vetë Zoti Jezu Krisht i thot apostujve, shkoni në gjithë kombet dhe predikoni lajmin e mirë ose nxënësoni gjithë kombet. Pra, nuk e thot tek e gjithë populli, por e thot vetëm te disa njerëz të përshtatshëm, nxënësit e tij. Pra, pavarësisht se edhe në dhjetën e re kemi një priftëri mbretërore, pra të gjithë jemi thirrur në priftërinë mbretërore, pra lavdërojmë Zotin, adhurojmë Zotin, lutemi Zotit, si klerik dhe laik, por shërbesa klerikale është e përcaktuar tek disa njerëz, siç ishin në fillim apostujt, dishepujt dhe gjithë ata që sipas vazhdimësisë apostolike e morën këtë hir të veçantë nga Zoti nëpërmjet apostujve. Po ashtu, fryma e shenjtë zbriti mbi apostujt dhe ju dha atyre autoritet për të zgjidhur dhe për lidhur mëkatet e njerëzve. Vetë Zoti Jezu Krisht u shfaq apostujve dhe tha: atë që do të lidhin në tokë është e lidhur në qiell dhe atë që do të zgjidhin në tokë është e zgjidhur në qiell. Pra, shikoni çfarë misteresh ju dha Zoti Krisht, misterin e falënderimit hyjnor, me misterin e ndjesës së mëkateve që bëhet me misterin e pendimit rrëfim, misterin e pagëzimit. Të gjitha këto mistere, që janë mistere, si them, hyrëse dhe mistere shpëtimtare brenda kishës, janë mistere që i kryejnë vetëm disa njerëz të veçantë që kanë marrë këtë të drejtë të atribut priftëror nga vetë Zoti Jezu Krisht. Dhe ata vazhdojnë me vazhdimsi apostolike ta transmetojnë disa njerëz të veçantë. Ky pushtet nuk ju dha vetëm apostujve, se siç thamë dhe apostujt u larguan, por ju dha kishës apostolike, e cila nëpër shekuj do të nxjerrë kuadro të përshtatshëm për misionin e saj të lartë klerikal. Që nga koha e apostujve kemi dallimin e 3 gradave priftërore. Vetë ai, për apostull Pavli, caktoi peshkop ose mbikëqyrës, siç ishte Tito në Kret, Timotheu në Efes, duke i porositur ata të rinojnë zjarrin e hirit, domethënë priftërinë, të cilën ata e morën nga duart e vet apostull Pavli, siç e kemi te letra e dytë e apostull Pavlit drejtuar Timotheut, kapitulli 1 vargu 6. Nuk ka dyshim se të njëjtin udhëzim u dha edhe peshkopëve të tjerë, të cilët ai i jerotonisi, t'u japin hirin priftërinëve të ri, të përshtatshëm dhe të ndershëm që të shekullohet në këtë mënyrë ky hir hyjnor për shenjtërimin e të krishterëve. Pra, ka priftëri të veçantë ose, siç i themi, hirotoni, dorëzim, një klasë speciale njerëzish që janë barit të popullit Perëndis, duke pasur këtë pushtet special për Perëndis dhe jo të zgjedhur nga njerëzit, si nënpunës administrativ të zgjedhur nga komuniteti, pa misterin e priftërisë sipas vazhdimësisë apostolike. Pra, dikush që kërkon të bëhet klerik në kishën ortodokse, nuk mjafton vetëm dëshira e tij, por duhet një thirrje nga Perëndia, duhet arsimimi i duhur, duhet certifikimi që bën kisha dhe mbi të gjitha duhet misteri i priftërisë të kryhet mbi të bëhet dorëzimi në prift. Ndryshe, ai pavarësisht dëshirës së mirë që mund të ketë, pavarësisht dijes që mund të ketë, ai nuk mund të vetë shpallet klerik dhe të shërbejë në kishë.
Kur porosit apostulli Pavli Timotheun, mos ish kujdesur për dhuratën që është tek ty, e cila t'u dha me anë të profecive, me vënien e duarve të plejësisë mbi ty. Pra kemi tek letra apostulli Pavli drejtuar Timotheut, kapitulli 1 vargu 6, letra 2, ose në një tjetër varg, mos vër duart me të shpejt as mbi ndonjë. Prap e kemi te letra e parë Timotheut, kapitulli 5 vargu 22. Çfarë do të na thotë? Sigurisht që përiftia është hiri i Perëndis, se transmetohet me dorëzimin dhe se dorëzimin e kryejnë kryetarët e kishave ose episkopët që përkthehet mbi këqyrës. Por del një pyetje, pse në kishat tona ortodokse nuk mund ta marrin detyrën priftërore përveç burrave edhe gratë. Por kisha ortodokse ruan traditën që nuk pranohet që gruajt të shërbejnë në altar, sepse apostulli Pavli, që në shekujt e parë, pra në shekullin e parë të kishës, ai sqaron këtë çështje në lidhje me shërbimin e gruas. Ashtu siç ndodh në gjitha kishat të shenjta, gratë le të heshtin në kishë. Atyre nuk lejohet të flasin, por duhet të nështrohen, siç thot ligji. Nëse duan të mësojnë ndonjë gjë, le të pyesin burrat e tyre në shtëpi, sepse është turp për gruan të flasë në kishë. A thua doli nga ju fjala e Perëndis, apo mbëriti vetëm tek ju? Është tek letra e parë apostulli Pavli drejtuar Korintasve, vargu 34 dhe 30, kapitulli 34 vargu 36. Përsëri, në një tjetër letër apostulli Pavli thotë: gruaja të marrë mësim në heshtje dhe me çdo nënshtrim. Nuk e lejoj gruan që të mësoj as përdor pushtet mbi burrin, po të rinë në heshtje. Është letra e parë apostulli Pavli drejtuar Timotheut, kapitulli 2 vargu 12. Pra, edhe pse ne shikojmë se disa gra në disa kisha heterodokse kanë marrë gradën priftërore dhe madje dhe episkop, për ne të krishterë ortodoks kjo është e palejuar, e pa tolerueshme, sepse nuk gjendet në asnjë pjesë të shkrimit të shenjtë që një grua mund të jetë priftëresh. Vetëm në shkrimin e shenjtë shikojmë që një grua mori gradën diakonesh dhe jo për të shërbyer në altar, siç shërbejnë diakonët sot, por siç ishin diakonët e parë për të shërbyer në në shpërndarjen ndihma humanitare dhe në punë sociale. Por asnjëherë gruaja nuk mori detyrën priftërore. Dhe prandaj në kishën tonë ortodokse ne nuk lejojmë dhe nuk tolerojmë që një grua të marrë detyrën priftërore, aq më tepër detyrën kryepriftërore si një episkop. Por dhe një pyetje, priftërinjt janë njerëz të shenjtë që duhet ta kryejnë patjetër shërbesën priftërore vetëm kur ata janë të shenjtëruar? Jo, priftërinjt janë njerëz si gjithë njerëzit e tjerë, ata kanë thirrje për të bërë shenjtor. Prandaj edhe kur dikush thirret në shërbesën klerikale si diakon, prift dhe episkop, thirret nga kisha aksios ose i denj, që do thotë ai thirret për të bërë i denj, pra për të shenjtëruar, dhe duhet dim se në shërbesën priftërore ndodh një ripagëzim, pra atij personit i jepet edhe një herë mundësi për ta filluar jetën nga e parë, siç është me pagëzimin, pra është një ripagëzim dhe një mundësi e re, por ai është i lirë për të bashkëpunuar me hirin e Perëndis, pra të shenjtërohet ose fatkeqësisht ai të mbetet në mëkat, pra të degradoj edhe brenda shërbesës priftërore. Por kisha ortodokse është e shenjtë në veten e saj, sepse kisha ortodokse është trupi i Krishtit, por brenda saj ka pra elementi njerëzor, pra ka edhe klerikët, dhe patjetër që këta klerik kryejnë shërbesën priftërore. Por nuk do të thotë se varet nga gjendja e klerikut kryerja e mistereve. Pra, ne dim dhe besojmë se vlera e misterit nuk varet nga kleriku. Në qoftë se kleriku është kanonikisht i zgjedhur, pra nga kisha, atëherë të gjitha misteret që ai kryen janë të vlefshme, edhe pse ai mund të jetë një njerëz që ka mëkate. Por në qoftë se ai nuk është kanonikisht i zgjedhur nga kisha, atëherë pra është i vetëshpallur, atëherë patjetër që misteret që kryen ai nuk janë kanonike, nuk janë të rregullta, nuk janë të vlefshme. Kurse në të gjitha rastet që kryen këto mistere edhe nga një prift i padenj, misteri është i vlefshëm. Kështu që asnjëherë nuk duhet kemi një dyshim që themi që ky prift për shembull mund të jetë një njerëz mëkatar dhe unë nuk do të shkoj të kryej ose të marr misteret prej tij sepse ai është mëkatar. Jo.
derisa ai është kanonikisht i zgjedhur dhe nuk është i aforizuar nga kisha, misteret janë të vlefshme dhe ne duhet shkojmë t'i marrim. Dashur të krishterë, duhet të sqarojmë një gjë këtu. Priftërinë nuk janë ëngjëj, janë njerëz. Dhe jo më kot thotë edhe e thon shenjtorët e Perëndisë që Perëndia nuk zgjodhi ëngjëj për të kryer shërbesën priftërore, sepse ëngjëjt janë të shenjtë, por ëngjëjt janë qenie që nuk e kanë njohur mëkatin. Kështu që me ne mëkatara që do venim tek ata për të kryer misteret e kishës, patjetër do ishin të ashpër, sepse ëngjëjt nuk e njohin mëkatin. Kështu që Perëndia zgjodhi priftëri, njerëz si ne me dobësitë tona që ata të jenë të dhëmshur me neve, ashtu si i smuri me të smurin. Asnjëherë mos mendoni se një prift është i pagabueshëm. Është një njeri, ai është thirrur për shenjtëri, edhe në shërbesën e tij priftërore, por edhe si gjithë besimtarët janë thirrur në shërbesën e tyre për t'u shenjtëruar, por kjo varet nga sinergjia ose nga bashkëpunimi i priftit me hirin e Perëndisë. Çështja është se sa herë që ai kryen misteret e kishës ose flet fjalën e Zotit, lexon Ungjillin dhe interpreton shkrimin e shenjtë sipas doktrinës së kishës, ne duhet ta dëgjojmë. Çfarë tha Krishti për farisejnë, mësuesit e ligjit, për priftërinë të asaj kohe? Dëgjojini mësuesit e ligjit, mos bëni si bën ata. Ne dimë që Krishti u kundërshtua fort nga skripët, farisejnë, por kryepriftërinë dhe priftërinë. Madje ata ishin që e gjykuan padrejtisht Krishtin dhe e dënuan në Sinedrin në gjykatën priftërore dhe e akuzuan si blasfemues dhe ishin ata që ndikuan tek Pilati që Krishti të kryqëzohej në kryq si një blasfemues. Por Krishti asnjëherë nuk u ngrit kundër institucionit. Edhe kur tha për tempullin, shkatroni këtë tempull dhe ta ndërtoj për 3 ditë, nuk e kishte fjalën për tempullin e Solomonit, ai kishte fjalën për trupin e tij, i cili do të ngjallej mbas 3 ditësh. Pra Krishti kur nuk foli kundër institucionit dhe shërbesës priftërore, sepse ishte shërbesë që vetë Perëndia e kishte vendosur. Vetë Krishti si fjala e Perëndisë e kishte vendosur këtë nëpërmjet Mojsiut. Pra si mund ta kundërshtoj Perëndia atë që kishte thënë vetë? Por e njëjta gjë ndodhe me dhjatën e re. Pra me priftërinë e Isu Krishtit sipas rendit të Melkisedekut. Pra Krishti nuk është kundër institucionit asnjëherë, sepse institucioni kisha, pra që është edhe ajo e padukshme që është kisha triumfante, edhe kisha e dukshme që është kisha militante, është trupi i Krishtit. Dhe brenda këtij institucioni ka njerëz që shërbejnë. Dhe ashtu siç është për shembull në një institucion tjetër, për shembull në institucionin e mjekësisë, ne atje kemi mjek, të cilët shërbejnë, por disa janë human, janë njerëz të nderuar, por disa e shfrytëzojnë atë profesionin e mjekësisë për lek ose diçka tjetër. Por e rëndësishme ku ne shkojmë tek spitali, shkojmë jo për të interesuar thjesht për moralin e mjekut, por për shërbimin që bën mjeku. Pra ne na intereson shërbimi i mjekut, diagnoza edhe si të them terapia. Për të tjerat janë dorës së dytë. Njëjta gjë shikojmë edhe në kishë. Kisha është një spital i madh, e cila ka brenda shërbëtor, që janë klerikët, që shërbejnë, pastaj edhe laikët, teologët, katekistët, dhe ne na intereson jo thjesht të merremi me aspektin moral ose me çështjet personale të priftërinjve ose atyre që shërbejnë në kishë, por me atë çfarë dëgjojmë në kishë, pra që është fjala e Zotit, me atë çfarë marrim në kishë janë misteret e shenjta, kjo është primare. Ne nuk shkojmë në kishë të shtëpia e priftit, ne shkojmë në institucion, në trupin e Krishtit, në shtëpinë e Perëndisë. Prandaj gjërat duhet të jenë të sqaruara që mos t'i lëm vend tundimit dhe të bien pre e mashtrimit dhe asaj çfarë në përshpëri djalli, mos shkoni në kishë sepse ky prift nuk është një prift i denj. Prandaj kundërshtoheni këtë tundim dhe ne do shkojmë në kishë edhe nëse prifti është i padenj. Derisa ai nuk është aforizuar nga kisha, ka një shërbesë kanonike të rregullt, neve do të marrim shërbimin dhe misteret nga ai prift. Në kishën ortodokse, hierarkia e dorëzimeve në shkallën klerikale bëhen brenda ajudhimës ose si them vendit më të shenjtë në tempullit përpara tryezës së shenjtë, kurse vënia e duarve përpara hyrjes së bukur ose në fronin episkopal në një moment caktuar të liturgjisë hynore. Shikoni se sa e rëndësishme është misteri i priftërisë. Ai kryhet brenda liturgjisë hynore që është lutja zyrtare e kishës. Është
puna e përbashkët, se fjala liturgji përkthehet punë, puna e përbashkët e Perëndis me njeriu, dhe nuk ka punë më të madhe të njeriu me Perëndin sa është liturgjia hyjnore. Brenda liturgjisë hyjnore kryhet dorëzimi në shkallën klerikale, diakon, prift dhe episkop. Në një liturgji hyjnore mund të bëhen 3 dorëzime, një për diak, një për prift dhe një për episkop, por kur 2 dorëzime të njëjta, 2 diakon, 2 priftërin, 2 episkop. Kurse vënien e dorës mund të bëhen më shumë se në të njëjtin liturgji hyjnore. Në Kishën Ortodokse, klerikët janë të veshur me rroba dhe uniforma priftërie që dallojnë nga laikët. Është veshje e klerit ortodoks dhe pavarësisht se kjo ndonjëherë duket edhe përfolet edhe nga heterodoksët, si e vjetëruar dhe jashtë kohë dhe pa nevojshme, ne ortodoksët e duam veshjen e klerikëve tanë sepse ata e mbajnë këtë veshje jo thjesht si një modë, po e mbajnë sepse ata janë të veshur me Krishtin dhe janë klasa e veçantë priftërore, ashtu siç ishte një klasa e veçantë e priftërinëve që ishte në dhjetën e vjetër. Për shembull, tek libri i numrave, kapitulli 15 vargu 38 na flitet se si priftërinët do kishin një veshje të veçantë për t'u dalluar nga populli. Dhe vetë Krishti asnjëherë nuk foli për veshjen priftërore, por foli për arrogancën e atyre njerëzve të cilët përfitonin nga veshja priftërore dhe nuk e mbanin atë me porosi, por me mendje madhësi përpara popullit. Prandaj edhe kleriku i sotëm në kishën tonë ortodokse nuk duhet i vijë rënd pse ai vishet me atë veshje priftërore, me atë rrobë të bekuar, por ai duhet ta mbajë atë me nderim dhe të qarkullojë me përurësi edhe brenda komunitetit, duke qenë me atë veshje një përfaqësues, një ambasador i Zotit tek populli i Perëndis, por edhe tek shoqëria. Rasat e gjata të klerikëve, për ato rrobat e zeza që ata veshin, na kujtojnë veshjen e Krishtit, pra këmishën e Krishtit, i cili ishte i veshur, dhe ne dimë që për ta kryqëzuar Krishtin, për ta turpëruar ata e zhveshën, pra romakët, dhe rroba e tij ishte e endur e gjitha nga koka poshtë dhe ata u përpoqën ta grisin dhe nuk e grisën dot. Të njëjtën rrobë në veshje të zezë e mbajnë edhe klerikët në kishën tonë ortodokse, pra atë raso. Ngjyra e zezë vjen nga tradita murgjerore, asketike, dhe ngjyra e zezë është ngjyra e pendesës, ngjyra e zis, të cilët mbajnë klerikët ortodoks jashtë shërbesave klerikale, e mbajnë si një zi, jo vetëm për mëkatet e tyre, por edhe për popullin e Perëndis. Pra ne jemi në një botë mëkatare, jemi njerëz që mëkatojmë, kështu që prifti është ai që përfaqëson popullin, flasim për një enori, episkopi ose mitropoliti një enori më të madhe që është mitropolia apo episkopata, dhe ata mbajnë zi në emër të popullit. Pra i lutem Perëndis për mëkatet e popullit. Kështu që kjo është arsye pse mbahet kjo rroba e zezë. Kurse në shërbesat fetare dhe sidomos në liturgjinë hyjnore, rroba e zezë ose raso, anteria, ato ndryshojnë me veshje të ndritshme që quhen stoli, se shenjë e lavdisë së mbretërisë së Zotit. Pra, prifti ose episkopi ose diakoni kur hyn për të kryer liturgjinë hyjnore, dhe duhet dim se në atë liturgji hyjnore jemi në mbretërinë e Perëndis. Në mbretërinë e Perëndis nuk ka zi, nuk ka idërim, po ka vetëm gëzim. Kështu që edhe ndryshimi i këtyre rrobave nga e zezë në stoli në të ndritshme tregon se kemi hyrë në mbretërinë e gëzimit. Gjithmonë liturgjia hyjnore fillon me këtë thirrje: e bekuar është mbretëria e Atit, e Birit dhe Shpirtit të Shenjtë. Prandaj asnjëherë në liturgjinë hyjnore klerikët nuk janë thjesht të veshur me rroba të zeza, por si për tyre ata veshin stolit, për treguar se kemi hyrë në gëzimin e Zotit. Priftërinët veshin edhe një kamillaf ose kapele, dhe peshkopët po ashtu gjatë shërbesës fetare veshin një kapele veçantë që quhet mitra. Këto vinë që nga dhjata e vjetër, për shembull tek libri i numrave. Klerikët ortodoks mbajnë dhe mjekër, dhe disa mbajnë dhe flokë të gjata të lidhura, kjo sipas traditës së nazarinëve, të cilët
si në dhjetën e vjetër ishin të veçantë, të thirrur nga Perëndia që mos të prisnin flokët, dhe mjekrat e tyre, siç e kemi edhe tek Levi, kapitulli 29 vargu 5, por ashtu kemi edhe tek profetët, tek patriarkët, po dhe tek apostujt që mbanin mjekër dhe një veshje speciale, dhe kjo i bënte të dalloheshin edhe nga populli. Duhet dim se mjekra dhe flokët janë edhe shenja e burrërisë, dhe vetë Zoti Jezu Krisht në staturën e tij, pra ishte një burr, dhe gjithmonë paraqitet me flokë të gjata, të mbledhura në kishën tonë ortodokse dhe me mjekër. Pra është shenja e burrisë. Dhe është shenja dhe e urtësisë mjekra, pra flokët janë shenja e përkushtimit dhe mjekra shenja e urtësisë. Prifti është thirrur për t'u përkushtuar Zotit, pra ai e lidh jetën e tij siç lidhen flokët, por t'u përkushtuar Zotit, por është dhe i thirrur të i mbushur me urtësinë e Perëndisë, që është simbol i mjek. Patjetër që prifti nuk e bën mjekra edhe flokët, por statura që ka një prift në kishën tonë ortodokse është me flokë dhe me mjekër. Kjo është, si them, e përgjithshme. Do dim se veshja është shumë e rëndësishme në kishën tonë ortodokse dhe ajo ka mbetur, si them, me pak ndryshime, po ajo veshje gjatë gjithë shekujve dhe është njohur që nga vitet e para krishtere. Prandaj, kisha ortodokse qëndron konsekuente në këtë veshje, të cilën duhet ta mbajnë klerikët ortodoksë, jo vetëm në shërbesa fetare, por dhe gjatë jetës tyre publike, sepse prifti në çdo kohë është prift, ashtu si mjeku në çdo kohë është mjek dhe ushtaraku në çdo kohë është ushtarak, pra ne nuk do çuditemi për këtë veshje, sepse të gjithë ata që kanë një pozicion të veçantë në shoqëri kanë veshjet e tyre që i shërbejnë shërbimit social që ata kanë në komunitet. Ashtu dhe prifti ka këtë veshje, sepse kjo e ndihmon priftin, i cili të prezantohet tek të tjerët, por edhe në farë mënyrë veshja e ruan priftin. Tregohet një histori kur një prift i ri shkoi tek Shën Pais Agjoriti dhe diskutoi në lidhje me veshjen, duhet ta mbante veshjen apo jo. Nuk flasim këtu në shërbesën fetare, por jashtë, edhe në shoqëri ose në ambientin familjar. Sepse gjithmonë janë ngritur ide, për shembull, që rroba e priftit është pak e vjetëruar, nuk përshtatet sot me atë konceptin që kanë njerëzit, por gjithmonë kisha ortodokse është konservatore në kuptimin e mirë të fjalës. Pra çdo gjë ajo e mban jo thjesht si një traditë të vjetëruar konservatore që mos ta ndryshojë thjesht për një kapriço, por çdo gjë në kishën ortodokse ka kuptim, që është koherente në çdo kohë. Dhe ky prift kërkoi nga Shën Paisi që çfarë duhet bënte, duhet ta mbante këtë veshje gjithmonë apo jo. Shën Pais Agjoriti nuk i dha përgjigje ditën e parë, por i tha: "Bir, hajde të nesërmen t'ja përgjigje pyetjes tënde." Shën Pais Agjoriti kishte një ulli, një pemë ulliri përballë aty në kopshin dhe e zhveshi për gjithë natën, ja hoqi lëkurën. Dhe kur erdhi prifti në mëngjes ose ditën tjetër, i bëri përshtypje sepse lëkura e këtij druri ulliri nuk ishte më dhe ai ishte, si them, ishte shëmtuar dhe kishte marrë një pamje jo të bukur se ka një pemë ulliri. Atëherë prifti bën një pyetje Shën Pais: "Po çfarë ka ndodhur me këtë ulli? Si iku gjithë kjo lëkura dhe shiko sa shëmtuar duket?" Atëherë Shën Pais i përfitoi nga rasti dhe si me një urtësi profetike i tha: "Kështu birim është kur prifti heq rrobën e tij." Pra, zhvishet. Rroba është shenja e hirit dhe e nderon priftin, dhe e tregon priftin tek populli i Perëndisë. Prandaj, gjithmonë kisha ortodokse ruan këtë traditë të veshjes priftërore. Pavarësisht se kjo dikujt mund të duket e rëndë ose mund të duket jo e kohës e diçka tjetër. Për shembull, në jetën e Shën Pankratit, peshkopi i Tauremenis, i cili jetoi në shekullin e parë, shkruhet: "Kur zbriti perandori për takuar Pankration, e gjeti të veshur me uniformën e tij priftërore, të ulur në front të lartë dhe duke pasur në dorë ikonën e Krishtit dhe kryqin. Kur e pa, ra me fytyrë për tokë për t'u falur." Pra ra perandori. Habitej me atë dritën ndriçuese që rrethonte shenjtorin, i cili nuk mund ta shinte drejt për së drejti. Shenjtori e ngriti, e përqafoi dhe i tha i tronditur: "I madh është Perëndia e krishterëve. Besoj tek ty, o Zoti Isu Krisht, Perëndi vërtet." Shenjtori e bekoi dhe e urdhëroi
të ulet pranë fronit të tij. Mbreti i tha: "Si të afrohen përderisa flakët që të ka rrethuar?" Shenjtori e kuptoi se ajo dritë ka qenë hiri i shpirtit të shenjtë, e cila ndriçonte nga uniforma e tij priftërore. Kur shenjtori hoqi uniformën e tij, atëherë mbreti Bonifacio nuk shikonte më atë dritë. Pra, e shikoni çfarë ndodh kur veshim, pra jo çdo kush, por ai që është të thirrur dhe është i rotonisur si klerik vesh rrobën priftërore, si atë të stolisë, ai e veshur me Krishtin, me hirin e Perëndisë. Prandaj kjo rrobë nuk është një rrobë e thjeshtë, nuk është një veshje në një uniform, por shenjë e hirit të padukshëm Perëndisë. Veshja uniforma e klerikëve në kishën tonë ortodokse, thamë që është shumë e rëndësishme. Eteri thonë se therorja këtu në tokë përbën tipin dhe shëmbulltyrën e therores në qiell. Kryeprifti Peshkopi, i veshur me veshje ndriçuese, është në vend dhe në tip të Krishtit. Prandaj prezenca e detyrueshme edhe lavdishme e tij na para ikonizon lavdin e therores qiellore, lavdin e Krishtit për hir të lavdisë të cilët vesh këto veshje të çmuara stoli që ne i tham dhe i shpjeguam në lidhje me liturgjinë ore. Vasili Mall kur vishej për të meshuar, kishte ndjesinë se vishej në vend të Krishtit. Prandaj thoshte në mënyrë karakteristike: "Tani vishet Krisht Vasili." Vesh lavdinë e Krishtit nëpërmjet uniformës së tij, e cila ka, siç shohim, rëndësi të madhe simbolike. Prandaj çdo rrobë që vesh kleri në kishën tonë ortodokse, shkallë të ndryshme, diakon, prift dhe episkop, çdo rrobë, si ajo që është rasoja e përditshme, por dhe stolit kanë kuptimin e tyre. Në kishën ortodokse klerikët paguen nga institucioni kishtar, por duhet jemi të vëmendshëm edhe nga populli dhe duhet dim se këtu nuk kemi abuzim, sepse priftërinë nuk paguen për hirin e tyre si individ, por për lodhjen që kanë si punëtor të ungjillit. Pra, vetë Zoti tha: "Punëtori është i Zoti i pagës së tij." E kemi të ungjillit sipas Lukës kapitulli 10 vargu 4 dhe 7, ungjilli sipas Mateut kapitulli 10 vargu 9 dhe 14. Apostulli Pavli na thotë: "Nuk e dini se ata që bëjnë punë të shenjtëruara prej herores han dhe ata që ndrojnë pranë therores marrin nga therorja?" E kemi te letra e Apostullit Pavlit 1 Korintasve kapitulli 19 vargu 13-14. Po ashtu përsëri Apostulli Pavli në letrën e Timotheut kapitulli 5 vargu 17 thotë: "Pleqt e kishës të shikojnë mirë punën, le të nderohen 2 herë më tepër se ata që mundohen me fjalë e me mësim." Pra, duhet dini se sipas kanoneve kishtare, dikush që bëhet klerik në kishën ortodokse nuk lejohet të kryejë një biznes tjetër. Pra, sepse ai duhet i përkushtohet Perëndisë. Kështu që kush do ta mbajë ekonomikisht një klerik? Patjetër do ta mbajë institucioni, por ky institucion nga mbahet? Mbahet nga populli. Populli është i detyruar shpirtërisht që ai të ndihmojë institucionin dhe institucioni të ndihmojë priftin, ose dhe drejt për drejt priftin në shërbesat priftërore. Kështu që ajo çfarë japin priftin nuk japin thjesht si individ, por si shërbim që ai bën, dhe kush parap ungjillin nga ungjilli do të rrojë, dhe kush kryen shërbesën priftërore nga kjo shërbes do të rrojë. Kështu si them jetonin ekonomikisht edhe në dhjetën e vjetër, kur populli i Izraelit ishte i detyruar që 1/10 ai t'ia jepte Perëndisë, tempullit dhe priftërisë së Aronit dhe fisit të Levit, të cilët kur u nda pronësia në tokën e Kanaanit, ata nuk morën toka për punuar, por morën thjesht qytete për të banuar, sepse gjithë populli i Izraelit ishte i detyruar sipas ligjit të jepte 1/10. Por ne krishterët po ashtu jemi të detyruar moralisht që të ndihmojmë institucionin kishtar, të ndihmojmë tempullin, po ndihmojmë edhe ata që shërbejnë, klerikët dhe laikët që shërbejnë në kishë, sepse ky institucion është në shërbimin ton. Ashtu për shembull, si neve pagojmë taksa për të mbajtur institucionet, spitalet, shkollat, gjitha, dhe për të marrë rrogat ata që shërbejnë aty, edhe për institucionin fetar, kush do të pagojë? Patjetër
që nuk kemi taksa, për shembull në shtetin tonë nuk kemi taksa që të mbledhin për institucionin fetar, siç ka dhe në vende tjera, dhe kjo është zgjidhur dhe është, si them, vetë shteti paguan rrogat klerikëve ose atyre që shërbejnë në institucion fetar, kurse në Shqipëri kemi diçka tjetër. Dhe duhet vetë populli të ndihmojë për mbarvajtjen e klerit dhe gjithë atyre që shërbejnë në institucionin kishtar. Po prandaj të dashur me Krishtin duhet të kemi kujdes për këtë dhe duhet që të ndajmë nga tonat. Çfarë thot apostulli Pavli? Ne ju pasurojmë shpirtërisht. Çfarë është për juve të na ndihmoni materialisht? Dhe duhet dim se ringjallja e kishës sonë ortodokse ndodhi me një mrekulli. Pra, pas viteve 67 u bë një masakër e madhe, jo vetëm që u shkatrua besimi në mendje dhe zemrat e njerëzve, por u shkatrua dhe institucioni. Dhe ato institucioni, flasim kishat, manastiret, veprat e artit që kishte kisha, por dhe pasuritë gjitha u morën, konfiskuan, shkatruan. Atëherë si do mbahet kisha? Si do të mbahet? Dhe ne patëm një bekim të madh, sepse siç thotë shkrimi i shenjtë, aty ku është mëkati më i madh dhe hiri është më i madh, që Zoti na solli një figurë kaq të madhe siç ishte kryepiskopi ynë Anastas, i cili u bë një lypës ndërkombëtar. Ai nëpër botë lypte për të marrë të ardhurat për të ndërtuar institucionin kishtar këtu. Dhe vetëm institucionin kishtar dhe për të mbajtur klerin dhe gjithë ata që shërbejnë në kishë, por edhe për ndërtuar shkolla, për ndërtuar qendra bamirësie, etj. Pra, si bëhen këto pra? Këto bëhen me ndihmë materiale. Por tani kryepiskopi nuk është më midis nesh. Duhet dhe neve sipas shembullit të kryepiskopit të marrim pra këtë këtë iniciativë, të lypim në emër të Zotit, nuk është gabim ose turp të lypësh në emër të Zotit. Dhe do lypi dhe kisha i nxit popullin e Perëndis të ndihmoj institucionin, të ndihmoj klerin, të ndihmoj ata që shërbejnë, sepse besimtarët marrin nga institucioni, nga shërbyesit e këtij institucioni gjëra të pachmueshme, marrin misteret e Perëndis, të cilat nuk janë vetëm për të na rregulluar miqënien dhe shëndetin e këtë kohë, po për të na falur përjetësinë. Prandaj është shumë e rëndësishme kjo që neve duhet të ndihmojmë institucionin, që të vazhdojë kjo vepër shenjtëruese që bën kisha nëpërmjet misterëve të saj, sepse është për institucionin jo vetëm, por është për shoqërinë. Në qoftë si thotë, kur hapet një kish mbyllet një burg, por në qoftë se mbyllet një kish, atëherë patjetër do hapet një burg dhe do kemi probleme tjera shëndetësore, morale, psikologjike tek populli. Kështu që hapja një kishe dhe mbarvajtja një kishe është një e mirë jo vetëm për atë komunitet, por për gjithë shoqërinë. Ne të krishterët ortodoks nderojmë në mënyrë të veçantë klerikët sipas shkallës hierarkike, ju drejtohemi atyre me tituj të ndryshëm, pra gjithmonë kanë titull si dhiaku, si prifti, si episkopi, dhe të gjitha këto bëhen për treguar statusin që ata kanë, por dhe nderin që ata meritojnë sipas thirrjes dhe pas shërbimit që ata bëjnë. Dhe gjithmonë, kjo ka qenë tradita dhe duhet të jetë, pavarësisht se u godit figura e klerit gjatë kohës ateizmit, komunizmit, por kemi 33 vjet restaurim të kësaj figure dhe kur kalon një klerik në rrugë duhet të ngrihesh në këmbë. Është autoritet, madje është autoritet më i lartë se kryeministri, presidenti ose dhe mbreti. Dhe prandaj gjithmonë ne të krishterë ortodoks puthim dorën e priftit ose episkopit. Pse? Jo ndaj atij si person, por ndaj shërbimit. Ato duar mbajnë trupin e Krishtit, bekojnë në emër të Krishtit, transmetojnë fuqinë e Krishtit. Prandaj ne i puthim ato duar, të cilat i përdor Perëndia për të na dhënë veten e tij tek populli i Perëndis. Kështu që kjo është arsyeja që ne të krishterë ortodoks gjithmonë kur shikojmë një klerik, ngrihemi në këmbë, por ulemi dhe kërkojmë të marrim uratën e tij, bekimin në emër të Zotit duke puthur dhe dorën e tij. Do ta mbyll këtë bisedë që mund të jetë një bisedë shumë e gjatë, por për të na ngacmuar me çfarë mësonte Shën Kozmai Jetolis në lidhje me respektin dhe nderin që duhet kemi ndaj figurës së priftit. Shën Kozmai thoshte për nderimin dhe për mos gjykimin e priftit, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Të keni kujdes vëllezërit e mi. Mos i gjykoni prifterin tuaj, të mos i shani,
dhe të mos i neglizhoni, sepse merrni flag dhe digjeni, sepse priftërinjt janë më të lartë se ëngjit dhe mbretërit. Mendja ime, vëllezër e mi, kështu më thot që të bëj. Nëse ndesh një prift dhe një mbret, më duket më e arsyeshme që të vendos priftin që të qëndroj më lart se mbretin, dhe nëse ndesh një prift dhe një ëngjëll, së pari do të përshëndes priftin dhe pastaj ëngjëllin. Sepse vëllezërit e mi është më i lartë edhe se tryeza e shenjtë, sepse potiri i shenjtë është i pa shpirt, kurse prifti merr çdo ditë misteret e shenjta, trupin dhe gjakun e nderuar të Zotit tonë Jezu Krisht dhe të Perëndis. Unë, vëllezërit e mi, nuk kam asnjë gjykim ndaj priftërinjve, dhe nuk kam sepse janë priftërinjt dhe kanë Krishtin që i dënon në çfarë do gabimi që të bëjnë. Krishti ka një thupër hekuri për ta. Prandaj thot mos i gjykoni. Le ta mbyllim këtë bisedë, e cila mund të jetë një bisedë e gjatë, por neve mund të flasim shumë edhe pa kufi, me çfarë mëson dhe Shën Kozmaj në lidhje me nderin e priftit dhe detyrën e lartë si përfaqësues i Zotit. Ai thoshte njerëzve që i katekizonte: të keni kujdes, vëllezër e mi, të mos i gjykoni priftërinë tuaj, të mos i shani dhe të mos i neglizhoni, sepse merrni flag dhe digjeni, sepse priftërinjt janë më të lartë se ëngjit dhe se mbretërit. Mendja ime, vëllezër e mi, kështu më thot që të bëj. Nëse ndesh një prift dhe një mbret, më duket më e arsyeshme që të vendos priftin që të qëndrojë më lart se mbretin. Dhe nëse ndesh një prift dhe një ëngjëll, së pari do të përshëndes priftin dhe më pas ëngjëllin, sepse vëllezërit e mi është më i lartë pra prifti se tryeza e shenjtë, më i lartë edhe se potiri i shenjtë, sepse potiri i shenjtë është pa shpirt, kurse prifti merr çdo ditë misteret e shenjta, trupin dhe gjakun e nderuar të Zotit ton Jezu Krisht dhe Perëndis. Unë, vëllezërit e mi, nuk kam asnjë gjykim ndaj priftërinjve, sepse janë priftërinj dhe kanë Krishtin që i dënon me çfarë do gabimi që të bëjnë. Krishti e ka një thupër hekuri për ta. Pra shikoni sa i qartë është Shën Kozmaj. Ai e nderon priftin më lart se një mbret, më lart se një ëngjël, madje më lart se altari dhe potiri, sepse janë të pashpirta, kurse prifti është qenie e gjallë, ku Zoti banon tek ai dhe i shërben popullit Perëndis nëpërmjet priftit, dhe patjetër që prifti në këtë detyrë kaq të lartë ka dhe përgjegjësi shumë madhe. Por këtë gjyq priftit nuk mund t'ia bëj populli, po do t'ia bëj Zoti. Prandaj Zoti do të gjykojë priftërinjt me gjykim më të ashpër se një gjykim ndaj laikëve. Kështu që prifti sa i nderuar është, aq i privilegjuar është, por aq dhe i përgjegjshëm është për detyrën e tij priftërore, sepse Zoti, thotë Shën Kozmaj, do ta gjykojë me thupër hekuri, për të treguar atë lartësinë dhe për treguar dhe të gjithë atë ngarkesën që ka shërbesa priftërore. Prandaj dhe ne të krishterë ortodoks e nderojmë priftin, e ndihmojmë priftin, bashkëpunojmë me priftin, me klerin, dhe i shërbejmë atyre, sepse këtë nuk ja kemi bërë individit, por asaj çfarë ata përfaqësojnë dhe shërbejnë. Të dashur më Krishtin, mendoj që këtu ta mbyllim edhe takimin për sot, duke falenderuar Perëndin për shërbesën klerikale që ai ka dhënë në Kish, dhe që kjo vazhdon sipas hirit apostolik deri më sot, deri në fundin e kohës derisa vi Zoti Krisht, dhe lutemi Perëndis që Perëndia të dëgjojë lutjen e popullit të Kish ortodoks atë që falet Shqipërisë, dhe nga Këshilli Klerikul Laik dhe nga votimi i sinodit të shenjtë në Kishën tonë ortodokse të dali kryepeshkopi i ri, përfaqësuesi i ri i Kishës ortodokse autokefale të Shqipërisë, që siç thash do ndodhi këtë të diel. Mirupafshim në emisionin tjetër.